Punimet për zgjerimin e autostradës Tiranë-Durrës po vijojnë me ritme të shpejta. Aktualisht mjetet që vijnë nga Durrësi drejt Tiranës janë devijuar në pjesën e zgjeruar të autostradës, ndërsa për aksin ekzistues po kryhen punime për rehabilitimin e tij. Në kantier janë realizuar rreth 50% e punimeve të gjithë objektit. Është punuar me 2 korsi të reja në të 2 anët e rrugës, ku në të cilën në krahun e majt, drejtimi Durrës-Tiranë, janë realizuar dhe shtresat asfaltike. Është devijuar trafiku i gjithë mjeteve që vinë nga drejtimi Durrës-Tiranë në 2 korsit e reja të ndërtuara, me qëllim vijimin e punimeve në korsit ekzistuese, për skarifikimin e shtresave ekzistuese, për të arritur në mbushjen dhe shtresat e reja asfaltike. Punimet po kryhen deri te mbikalimi i Rinasit dhe pritet të përfundojnë në dhjetor, ndërsa për lotet e tjera priten procedura tenderuese. Punimet kanë nisur në mbas mbikalimit të Kaza Italios dhe të 2 fazat e deri më tanishme përshkojnë rreth 6 kilometra deri në afërsitë të mbikalimit të Rinasit. Edhe pse afati kontraktual është shtatori vitit 2026, pritet që punimet të përfundojnë brenda këtij viti. Gjatë këtij viti është parashikuar dhe ndërtimi i fazës së tretë, që konsiston në rehabilitimin e mbikalimit të Rinasit deri në nyjen lidhëse të mbikalimit të Kasharit. Dhe aty parashikohet të fillojnë punimet brenda këtij viti. Lotet e tjera janë parashikuar të gjitha në vitet në vijim, hap mbas hapi gjatë viteve në vijim. Edhe rehabilitimi i rrugës së Ndroqit për lotin e parë po vazhdon me ritme të kënaqshme dhe punimet pritet të përfundojnë para afatit. Edhe në rekonstruksionin e rrugës së vjetër të Ndroqit, punimet kanë vijuar normalisht. Është punuar me formimin e trupit rrugës në gjithë gjatësinë e projektit. Në rreth 1 kilometër kanë përfunduar edhe shtresat asfaltike, shtresat e binderit. Pritet që dhe aty punimet të përfundojnë brenda këtij viti. Punimet në rrugën e Ndroqit kanë filluar mbas kombinatit në një gjatësi rreth 5 kilometra deri në shkollën 5 Helmes. Zgjerimi i autostradës Tiranë-Durrës dhe rehabilitimi i rrugës së vjetër të Ndroqit pritet të japin zgjidhje problemit të trafikut.